Kaldrëmet e Gjirokastrës edhe këtë vit janë gjallëruar nga turistë vendase të huaj. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi, tha sot se në muajt janar-maj Gjirokastra është vizituar nga mbi 70.000 vizitorë vendas e të huaj, të cilët kanë treguar interes për pika të ndryshme turistike të qytetit. Pikat më të preferuara për të vizituar nga turistët janë Pazari, Kalaja, Muzet, Parku Natyror i Viroj, siti arkeologjik i Antigonisë. Kohët e fundit mbytyja turistike krahas qytetit të Gurë po përfshin edhe vizitat e turistëve në Lunxheri, Cepo, Odrie, Antigone. Sipas Golemi, turistët e huaj vinë nga vende të ndryshme si Italia, Franca, Spanja, Kroacia, Britania e Madhe, por edhe nga Irlanda. Golemi bëri të ditur se edhe në muzet e qytetit numri i turistëve ka ardhur duke u rritur në krahasim me vitin e kaluar. Muzet e qytetit si ai etnografik, Kadaret, Tuneli dhe Muzeu Kala u vizituan nga 7.735 turistë deri në muajin prill. Edhe në këtë sezon turistik, bashkia ka përgatitur një kalendar të pasur me aktivitete kulturore për të tërhequr sa më shumë vizitorë dhe për t'i argëtuar ata. Bashkia e Gjirokastrës ka organizuar një kalendar të pasur aktivitetesh kulturore, artistike, të promovimit të vlerave, të folkut, traditës e të tjerë. Ndërkohë, të gjitha strukturat e bashkisë janë përpjesë e masave për sezonin turistik për një mjedis më të pastër. Gjatë vitit 2024, Gjirokastra u vizitua nga mbi 700.000 turistë vendase të huaj, duke kthyer këtë sektor në promotorin e ekonomisë lokale.